Po shohim se çka kemi pas në ballinën e Gazeta 10, edhe të shohim se çfarë ngjarje ka pasur tjetër, të e pas parasysh që në televizionin e gazetarëve kemi debate, kështu që edhe kemi tema tjera të cilat diskutohen përveç lajmeve të këpshme kështu sa i përket e vendit tonë. Po shohim ballinën e Gazeta 10 edhe që e thash krejt në fillim që lajmet në ballinën e Gazeta 10 kanë të bëjnë edhe me debatet të cilat diskutohen në vendin tonë, e që ka të bëjnë me emisionin politiko, cili është i moderuar nga Kushtrim Sadiku, e që në pjesën edhe të politikës pashtu është diskutu kjo situata sa i përket vrasjes së ditës së djeshme të gruas edhe personi cili pastaj bëri vetë vrasjen, edhe që njëri prej personave ka tregu më shumë detaje sa i përket krejt kësaj situate. Për me gjitha kemi pas edhe lajmet të tjera, po hym kështu të kategoria e lajmeve, edhe po i shohim lajmet të cilat veç na ka ndjek gjatë ditës së djeshme. Kemi pa mjaft shumë lajme sa i përket edhe deputetëve të vendit tonë, ata cilët kanë shprehë ngushëllime për këtë ngjarje, edhe që nuk e kanë prit mjaft mirë sa i përket krejt situatës. Por që gjatë ditës së djeshme na tregoi Arta që kemi pas edhe omazhe për epopejën e Glogjanit, edhe që e kanë vizitu mjaft shumë sa i përket gjatë ditës së djeshme në epopejën e Glogjanit, edhe që kemi pas krerët e shtetit cilët ka qenë atje, ka qenë Vjosa Osmani prezente, edhe Glauko Njufca, cilët veç kanë vizitu edhe na kanë tregu më shumë detaje edhe krejt kësaj situate. Kështu lajme të cilat veç po i shohim në ballinën e Gazeta 10, të cilat veç tashmë kanë të bëjmë, po shkoj edhe po e lexoj një lajm i cili ka të bëjë me Bikun, edhe që gjatë ditës së djeshme ka qenë mjaft në diskutim Arta, ku thuhet se zhdukja e 166.000 euro ish arkatari i Bikut ushtron kallëzim penal ndaj Miftyut Naim Tërnava dhe disa të tjerëve. Është një lajm i cili ka të bëjë me që këto dy ditë fakt është përmend mjaft shumë situata e cila ka të bëjë me Bashkësinë Islame të Kosovës, e që po hym po lexojmë që krejt çka ka të bëjë kjo situatë. Ish arkatari i Këshillit të Bashkësisë Islame të Kosovës në Prishtinë, Bahri Rexha, bashkë me avokatin e tij, kanë dorëzuar të hënën kallëzim penal në prokurorinë themelore në Prishtinë. Sa i përket kësaj situatës, e kemi pa që paria po ashtu ka qenë mjaft i ndjeshëm sa i përket kësaj situatës, duke filluar në lot për atë se çfarë i është bë në Bashkësinë Islame të Kosovës. Kallëzimi penal është paraqitur kundër Hetim Sopjanit, kryetari i Këshillit të Bikut në Prishtinë, e Naim Tërnavës, kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, si dhe shumë të tjerëve. Avokat Feka ka bërë të ditur se kallëzimi penal u dorëzua lidhur me keshpërdërimet që janë kryer në BIK, veçanërisht zbardhjen e fakteve për 166 milion eurot e shtukura, për të cilat rasti e raporton është raportuar më 22 mars. Sipas kallëzimit penal, Hetem Sopjani dyshohet për keshpërdërim të dërtyrës zyrtare dhe ushtrim dikimi, ndërsa Naim Tërnava dhe Idris Gjigolli dyshohet për ushtrim dikimi dhe të tjerët të cilët akuzohen për deklarata të rreme. Në anën tjetër, para mediave, Rexha tha se bashkë me avokatin e tij paraqiti kallëzim penal për të gjithë keshpërdërimet që kanë ndodhur në BIK, ndërsa shtoi se nuk dihet as pak përgjegjës. Situatat e tilla që gjatë ditës së djeshme janë diskutuar mjaft shumë. E një lajm tjetër faktorta që gjatë ditës së djeshme është diskutuar mjaft shumë ka të bëjë edhe me Donika Gërvallën, edhe që është diskutuar për largimin e saj, por mbi gjitha kjo kishte të bëjë me krejt ligjin i cili është merr në vitin 2022, që momentin që veç janë zgjedhjet edhe bëhet ajo mujorja për largimin e qeverisjes së mëparshme, edhe që ishte diskutu që mund ndodhë gjatë ditës së djeshme një ndërheqje të saj, por mbi gjitha kemi pa që Donika ka vazhduar punën edhe gjatë ditës së djeshme. Po, Donita ka qenë diskutime të shumta lidhur me këto çështje, sidomos tash që vetë ka reagime të shumta lidhur me qeverisjen e ardhshme dhe kush do të jetë apo jo pjesë e kabinetit qeverisës, dhe sigurisht që është diskutuar edhe për pjesëmarrjen ose jo të Donikës, ndërkaq që i përmendë pra ti pak a shumë për këto çështjet e Bikut dhe rastin në fjalë homazhet në Glogjan gjithashtu, por
ajo që ka qenë një tragjedi para disa ditësh, ka qenë ngjarja në Koçan, ku pas zjarrit pastaj është diskutuar dhe stër diskutuar, ashtu po i themi, se pse erdhi deri te aty dhe mungesa e licencës punës për disko në fjalë, ku vetë se shpërtheu zjarri, ka qenë edhe një shqetësim tjetër. Por, kështu vetë se ky rast ashtu kërkuan nga gazetarët që të jetë vetëdijsues për të ardhmen tutje të vendit, në këtë rast Maqedonisë së Veriut. Nëse flasim për tek emisioni Politico, kemi parë disa deklarime të shumta, është nëse jemi të rubrika Politico te Gazeta 10 dhe kemi në ballin lajmin e avokatit Taulant Hodaj, ku sigurisht nuk mungoj diskutimi për rezultatin e zgjedhjeve dhe i njëjti deklaroi që nëse se bën qeverinë me 48 deputet, është skandaloze, bëhet fjalë për vetëvendosjen në këtë rast. Dhe ai ka shpjeguar vetë mbrëm edhe procedurën se si e çfarë do duhet të ndodhte, për të cilën është absurde moskrijimi i qeverisë me kaq shumë deputet. Madje ka pasur edhe debate si gjithmonë mes Matoshit e Gashit, ku zgjedhjet kanë qenë ajo dhe Gashi që qëndron në anën e partisë në pushtet, ndërkaq Matoshi që mbështet çdo parti tjetër përveç partisë në pushtet, dhe thotë që ky ka thonë njëri servis, ky u ka thonë hajvana. Realisht kjo çështja e hajvanave është stër diskutuar pasi kryeministri Kurti vetë vendosi të referohet ashtu partive opozitare pas përfundimit të zgjedhjeve, dhe pastaj edhe nxiti debate nëse mund të krijojë apo jo një qeveri e ardhshme me opozitën pas këtyre deklarimeve të tij. Mund të themi goxha të ashpra ashtu, sepse drejtoresh dikush ti thua hajvana dhe me prit që me bë qeverinë është pak e pamundur. Ndërkaq presidentja Osmani dhe pas qëndrimit të saj në Glogjan, ka pasur reagime të shumta lidhur me atë se çfarë realisht mund të pritet nga kjo. Ishte Pantina, ajo që ka bërë një diskutim brëm në Politico, ka thënë që ka qenë vendimi mirë dhe se i përfaqëson të gjithë qytetarët, por që e dim që kohëve të fundit do njëjta këto vizitat që bën, sidomos kur kanë të bëjnë me krerët opozitar, pavarësisht kur do qovë, ne dim që aty është pritur Osmani nga Haradinaj, dhe një gjë e tillë pastaj ka sjellë edhe aludime të shumta, e që kemi parë edhe prezencën e Glau Konjufcës, ka qenë goxha interesante. Tash është Konjufcën atje. Ndërkaq mbrëm ka pasur edhe një lidhje me Gazmen Morinën, i cili është drejtuesi Veriu.info, i cili gjithashtu ka dhënë detaje për motivet e vrasjes së 2 fish në Vushtri. Ndërkaq edhe çështja e Donikës është diskutuar edhe në Politico, ku Matoshi thotë që në shtëpi bën bela e shkon me ndërheq me botën. Sipas saj i referohet që vetë se deklarimeve të shumta ashtu interesante, po i referohem Donikës, që pastaj kanë sjellë edhe në diskutime të shumta edhe nga ndërkombëtarët. Po këto kanë qenë përgjithsisht diskutimet që ka pasur mbrëm në Politico. Janë përfshirë të gjitha zhvillimet. Gjithashtu gjatë ditës së djeshme është diskutuar mjaft shumë edhe një lajm, arta e cila ka të bëjë, po besoj kemi pa tashmë të vetura misterioze, të cilat na kanë bërë përshtypje se çka ka të bëjë këto vetura, edhe që tashmë po i shohim kështu në rrugët tona, edhe që janë të pakapshme për njerëzit se çka janë këto vetura dhe çka po paraqiten në vendin tonë, edhe që është diskutuar mjaft shumë gjatë ditës së djeshme, por që besoj gjatë këtyre ditëve do të kemi një deklaratë edhe do të shohim si çfarë ka të bëjë me këto vetura, të cilat veç janë në numër, edhe që janë mjaft të çuditshme nëse i shohim për herë të parë. Disa prej tyre janë me tabela të Shqipërisë, po disa prej tyre janë edhe me tabela nga ana e Kosovës. Përmegjithatë po besoj do të merrem vesh për krejt këtu. Hajde shkojmë në 10+ edhe të shohim se çka ka ndodhur gjatë ditës së djeshme, edhe që fakt në ngjarjet nuk kanë kështu të ndalur. Përmegjithatë diskutimet në 10+ janë mjaft ndaj Big Brotherit, por që s'po ndalemi te 10+, po shkojmë tek sporti, pasi që në sport nuk ju kemi
referu fare këto ditë edhe nuk kemi pasi çka ka ndodhur. Në sport kemi lajme të reja sa i përket sportit edhe krejt kësaj situate, e që po e fillojmë kështu me ngjarje të cilat fakt veç e kemi pa në vikend edhe për ndeshjen e cila ka qenë në Shqipërisë edhe me Anglinë mos gabohem, ku është mpushur me 2-0. Po edhe gjatë ditës së djeshme kemi pas një fitore të Shqipërisë, edhe që ndaj Andorrës mos të gabohem 3-0, edhe që ngjarjet kështu tashmë sa i përket këtyre ndeshjeve edhe ligave janë mjaft të diskutueshme në këtë kohë. Vazhdimisht kemi ndeshje edhe krejt këto. Po e shohim edhe lajme të tjera, të cilat kanë të bëjnë me sportin, e që një prej lajmeve të cilën po e shoh në ballinën e sportit ka të bëjë se sa përfiton financiarisht Kosova për kalimin në ligën B të ligës së kombeve. Po shkojmë po e shohim këtë lajm i cili ka të bëjë me normal me ndeshjet të cilat ballafaqohet Kosova edhe fituret e saj se sa mund të fitoj financiarisht nëse veç ka lënë nga liga B në ligën e kombeve. E që thotë kështu, kombëtarja e Kosovës në futboll tashmë është ngritur një rang më lart në ligën e kombeve, duke u futur në ligën B të kësaj gare pasi në ndeshjen play-off e mpushti Islandën në 2 ballafaqime. Kjo përveç se është një arritje historike në aspektin sportiv, do t'i sjellë Kosovës përkatësisht Federatës së futbollit edhe të hyra të konsiderueshme financiare. Sipas rregullas së UEFA, skuadrat që garojnë në ligën B përfitojnë 1.5 milion euro. Shifër kjo mjaft e lartë për një federatë si ajo e Kosovës. Këto ardhra tashmë janë të garantuara pas një vendimi i tillë erdhi nga UEFA në vitin 2018. Vlen të theksohet se fituesi i përgjithshëm i ligës së kombeve, UEFA pas turnit final do të marrë 10.5 milion euro. Është kjo shuma të cilën Kosova mund të marrë është 1.5 milion euro pas kalimit të ligës së B në ligën e kombeve, për gjitha për vendin tonë është një shumë e lartë. E kemi pa edhe një vdekje e cila ka ndodhur një gazetar i sportit edhe Sajmir Demi i cili ka vdekur tashmë edhe një prej gazetarëve më të rëndësishme sa i përket sportit. Situata këto të cilat kanë të bëjnë me ndeshjet e fundit. Do një thënë nëse flasim për futboll, kështu bashkë duam të pyet diçka. Ke pa besoj ndeshjen e Kosovës që kishte një rezultat me Islandën goxha të mirë ashtu. Po pastaj disa deklarime nga Frankofoda e Agim Ademi lidhur me rezultatin pozitiv edhe me duke mbështetur ashtu po i themi këtë rezultat pozitiv. Po a beson që realisht ndoshta a ishte thjesht fat apo edhe ndryshoi, se e dim që Kosova lojtë e fund ashtu po themi nuk ka qenë në formacionin më të mirë të mundshëm, në format më të mira të mundshme. Definitivisht Arta, unë ka befasus se kom prit në fillim fitoren e Kosovës, të e pas se si e fillu në ndeshjen, për gjitha, unë mendoj që ishte fakta ajo se çka u tha dhe çka ndodhi, kështu që nuk po besoj që mund të jetë një situatë sa i përket veç mbështetjes kështu ndaj Kosovës. I ka Arta ashtu të pyetje që mund duhet vetë ngacmu pak, por gjitha është okej. Mirë, po ne po shkëputemi kështu në pjesën e parë, po shkojmë me një historie, edhe po e ndjekim